dua të theksoj se sistemi prokurorial nga viti në vit është ballafaqu me probleme financiare, jo si rezultati keq menaxhimit të financave që ka pas, përkundrazi, por si rezultati mungesës buxhetore nga viti në vit, pra ka pas obligime që janë bardh nga viti në vit pikërisht për shkak të mungesës së buxhetit dhe natyrisht kjo mungesë e buxhetit ka ardhur si rezultati ndryshimeve ligjore që kanë ndodhur në përgjithësi kështu, po edhe si rezultati nevojave që janë rrit në kuadër të sistemit prokurorial, pra që ti përmbush detyrimet e veta në raport jo vetëm me stafin e vet të brendshëm, por në raport edhe me operatorët ekonomik dhe tjerë. Unë në takimet që kam pas me partnerët tanë, qoftë ndërkombëtar me shoqërinë civile, po edhe me persona të tjerë, ju dini se gjithmonë e kam adresu këtë çështje, sepse e kam pasit të nevojshme rritjen e buxhetit për sistemin prokurorial dhe kjo ka qenë gjithmonë thirrja ime në çdo takim që kam pas, sepse vetëm me rritjen e buxhetit mund të kemi shërbime më të mira dhe me këto shërbime më të mira mund të rrisim pra edhe besimin e publikut në punën e sistemit prokurorial. Dhe me qenë se tani më është gati dokumenti në fjalë për prezantim, fjalën po e kaloj te kolegu Dardan Buniqi. Urdhno Dardan, fjala për ju. Unë po e filloj në pika të shkurtra të bëj kërkesën buxhetore për vitin 2027 dhe vlerësimet e hershme për vitin 2028-2029. Para se të filloj dëshiroj të falenderoj drejtorin e sekretariatit dhe udhëheqësin e departamentit financa për ndihmën dhe angazhimin, natyrisht që na kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë komisionit për përgatitjen e këtë dokument. Dokumentin e detajuar të njëjtin e keni të pranuar në emailin njëjti, pastaj edhe do të publikohet. Përmbajtja e kërkesës buxhetore për vitin 2027-2029 pasqyron nevojat e gjithë sistemit prokurorial. Forma dhe struktura e kërkesës buxhetore është formë standard e Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe përfshin pjesët e misionit në mënyrë të përmbledhur situatën aktuale të Këshillit dhe prokurorit të shtetit, në mënyrë më të mirë të arsyetuar pasqyron kërkesat shtesë për të gjitha kategoritë e buxhetit në të gjitha programet buxhetore të Këshillit, si dhe në detaje pasqyron planifikimin e buxhetit në formë të tabela për secilën kategori ekonomike të buxhetit. Objektivat strategjike të vitit 2027-2029 në kërkesën buxhetore janë përfshirë 3 objektiva strategjike sipas planit strategjik dhe kornizës afatmecme të shpenzimit të vitit 2027-2029 si ne vjen: forcimi i sundimit të ligjit, efikasiteti në luftimin e krimit, transparenca dhe çësia në drejtësi, secila nga objektivat strategjike përfshin aktivitetin dhe treguesin sipas planit strategjik. Përmes kësaj kërkese buxhetore pasqyrohen nevojat e sistemit prokurorial të planifikuara për vitin 2027 dhe vlerësimet e hershme të vitit 2028-2029. Nevojat e sistemit prokurorial mbështeten në mandatin ligjor të Këshillit Prokurorial dhe Prokurorit të Shtetit, në planin strategjik 2025-2027, në planet të punës, si dhe në kërkesat e prokurorive dhe gjitha njësive organizative të Këshillit Prokurorial. Bazuar në këto dokumente, nga këndvështrimi i buxhetit, sfidat kryesore janë: mungesa e pozitave të nevojshme, mungesa e buxhetit për kategoritë e pagave dhe mëditjeve, mungesat e buxhetit për kategorinë e mallrave dhe shërbimen, si dhe mungesa e buxhetit për kategoritë e investimeve kapitale. Nevojat dhe pozitat shtesë për vitin 2026 janë: kërkesa për 39 prokuror të ri dhe 146 pozita për staf administrativ. Si ne vjen: 1 prokuror për zyre në kryeprokurorit shtetit, 3 prokuror në prokurorinë e apelit, 3 prokuror në prokurorinë speciale, 32 prokuror të nivelit themelor dhe 49 bushpunëtor profesional, 26 zyrtar ligjor, 5 mbrojtës të viktimave për zyren, 5 mbrojtës për zyren për mbrojtjen e viktimave dhe 180 pozita tjera të stafit administrativ të fushave të ndryshme, përfshirë këto zyrtar të kabinetit të kryeprokurorit, zyrtar për ndërmjetësim, referent dhe përkthyes. Pozitat e kërkuara për bashkëpunëtor dhe zyrtar tashmë janë pozitat të cilat duhet plotësuar edhe me ligj për prokurorin e shtetit. Numri i përgjithshëm i prokurorëve dhe i stafit administrativ për vitin 2027 është gjithsej 185 pozita shtesë, pra 185 pozita për te i kufirit të përcaktuar me qarkoren e parë të buxhetit. Mjetet e nevojshme për kategorinë e pagave dhe mëditjet, mjetet të shtesë në raport me kufit buxhetor të përcaktuara me qarkoren e parë buxhetore për vitin 2027 janë mjetet buxhetore të kërkuara për mbulimin e kostës së pagave për vitin 2027. Shtesat dhe kompenzimet e shpenzime për prokuror, straf administrativ që janë:
shtesat për funksione shtesë, shpenzimet e kujdestarisë për prokuror dhe staf, të cilat janë imediate, shtesat tranzitore, shtesat për kushtet të tregut të punës, shtesat për performancën, shtesat për punën në orar të papërcaktuar dhe shtesat për punë jashtë orarit a shtesë, si dhe janë të përfshira pagat për 185 pozita të kërkuara për këtë vit. Mjetet e nevojshme për kategorinë e modulave dhe shërbimeve janë të kërkuara si nivjen për të mbuluar shpenzimin për ekspertiza gjyqësore dhe shpenzimet për avokat dhe ndërmjetësues, shpenzimet për mirëmbajtjen e objekteve, përfshirë këtu objektin C të Pallatit Drejtësisë, që ka qenë në përgjegjësinë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, që nga viti 2025 dhe kjo përgjegjësi tashmë është bartur tek Këshilli Prokurorial i Kosovës, shpenzimet për mirëmbajtjen e SMIL-it dhe sistemeve tjera të softverike të IT-s, shpenzimet për zhvillimin profesional të prokurorëve dhe stafin mbështetës, punëtori, tryeza, trajnime dhe aktivitetet të ngjashme, shpenzime për shërbime dhe siguri, shpenzimet për shërbime për praktikantë, mjetet e nevojshme për investimet kapitale. Mjetet shtesë kërkuara për kategorinë janë mjetet për mbuluar kryesisht projektet kapitale, ndërtimi i objektit për prokurorinë themelore në Prishtinë dhe prokurorinë e apelit, ndërtimi i objektit të prokurorisë themelore në Prizren, ndërtimi i objektit të prokurorisë themelore në Mitrovic, si dhe avancimi dhe funksionimi i pajisjeve hardwareike dhe softwareike për gjithë sistemin prokurorial të Kosovës. Buxheti i aprovuar dhe numri stafi në të gjitha kategoritë ekonomike për vitin 2027 është si në vijim. 969 pozita. Pagat dhe shtesat janë 14.598.523 euro. Mallet dhe shërbimet janë 3.694.759 euro. Shpenzimet komunale janë 299.160 euro. Shpenzimet tjera kapitale janë 2.534.500 euro. Subvencionet dhe transfer janë 14.400. Pra gjithsej buxheti aprovuar për vitin 2027 është 21.141.298 euro. Ndërsa ai planifikuar është si në vijim. Numri stafit nga 969 të bëhet në 1.150. Pagat dhe shtesat për të mbuluar janë gjithsej 17.766.133 euro. Mallrat dhe shërbimet 4.809.560 euro. Shpenzimet komunale gjithsej 299.160 euro. Shpenzimet kapitale pas ndryshimeve dhe kërkesa për ndërtimin e objekteve të reja janë 9.395.000 euro dhe subvencionet tjera mbeten të pandryshuara 14.400 euro. Pra, rrjedhimisht numri stafit i planifikuar është 181, pra që të ketë rritje për staf në 18.68%, pagat dhe shtesat të shtohen 3.167.610 euro, 21.70%, të mallat dhe shërbimet 1.114.800, shpenzimet komunale të mos ndryshohen dhe shpenzimet kapitale të shtohen 6.860.500 euro. Rrjedhimisht, raporti për buxhetin e aprovuar dhe të planifikuar për vitin 2027 të ketë ngritje me kërkesën buxhetore prej 11.142.911 euro nga ai që është i planifikuar deri me tani. Nëse kërkesat buxhetore nuk aprovohen sipas këtij plani, vështirësitë që do të ketë sistemi prokurorial janë si në vijim. Mungesa stafit, numri vogël i prokurorëve në raport me nevojat dhe kërkesat e gjykatave, gjë që do të reflekton edhe në raportin që do ta paraqes në emër të Komisionit për Buxhet dhe Financa në pikën e 12. Mungesa për bashkëpunëtor, profesional dhe zyrtar ligjor në raport me numrin e prokurorëve, e që natyrisht kjo dispozitë është kategori ligjore dhe duhet mbuluar patjetër. Mungesa zyrtarëve për ndërmjetësim. Prokurorët nuk kanë asnjë pozitë të aprovuar për ndërmjetësim. Mungesa zyrtarëve për smel, mungesa mbrojtësve të viktimave, si dhe mungesa pozitave tjera profesionale në gjithë
sistemin prokurorial, përfshirë kërkesën buxhetore që janë të nevojshme dhe shumë të rëndësishme për sistemin profesional. Ngritja e shërbimeve në sistemin prokurorial. Mungesa e buxhetit për modra dhe shërbime ndikon drejt për së drejti në nivel të modrave dhe shërbime, por mor shembull vetëm mirëmbajtja nëse KPK nuk do të ketë buxhet shtesë sipas kërkesave, atëherë ne do të përballemi me vështirësi të mëdha në objektin C të Pallatit të Drejtësisë, si përgjithësi e bartur shtesë në Këshillin Prokurorial të Kosovës, mirëmbajtja e SMIL-it dhe sistemeve tjera softverike që i ka KPK dhe sigurimin e pajisjeve tjera hardwareike do të jetë sfidë për ne nëse nuk aprovohet kërkesa jonë. Pjesa më e madhe e shpenzimeve në Këshillin Prokurorial në kategoritë të shërbimeve për shpenzime të ekspertëve, avokatëve dhe ndërmjetësuesve, këto janë shpenzime kryesore të Këshillit Prokurorial, të cilat nuk mund të diskutohen për shkak të vetë natyrës së punës së prokurorit të shtetit dhe realisht për shkak ndryshimeve ligjore dhe akteve nënligjore. Këto shpenzime janë më shumë se në vitet e kaluara. Ngritja e nivelit të shërbimeve në përgjithësi, duke marrë parasysh rritjen e kosteve së shërbimeve, si rrjedhoi edhe vendimet për pagën minimale. Mungesa e infrastrukturës mbetet sfidë. Pavarësisht faktit që KPK ka siguruar objekte për pjesën më të madhe të prokurorisë, janë 3 prokurori themelore si Prizreni, Prishtina dhe Metrovita, të cilat janë bërë planifikime për ndërtimin e objekteve në këto 3 regione. Prokuroria themelore në Mitrovicë është ende me qira dhe nuk ka parcel të siguruar për ndërtimin e objektit, gjë për cilën tashmë jemi duke diskutuar me Ministrinë e Drejtësisë. Tek pjesa e objekteve që janë bërë renovimi dhe përmirësimi, mirë po nevojat janë të mëdha për përmirësim dhe renovim të prokurorive tjera. Këtu është sistemi i klimatizimit disa prokurori që kanë kosto të mëdha, përfshirë dhe prokurorinë themelore në Prishtinë, e cila na ka përcjell nga viti i kaluar. Pajisjet hardwareike dhe softwareike janë pjesë e investimeve kapitale dhe janë më së të nevojshme për shkak të avancimit softwareik dhe digitalizimit të proceseve dhe punës të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe prokurorit të shtetit. Andaj, unë propozoj që ky planifikim buxhetor të aprovohet dhe të përcjellet tutje dhe natyrisht që ky do të shoqërohet pastaj edhe me mbrojtjen edhe në Kuvendin e Kosovës ose në Ministrinë e Financave, aty kudo që kërkohet ne do të jemi të gatshëm në mënyrë të detajuar ashtu siç e keni pranuar edhe jo. Faleminderit. Natyrisht, siç e ceka edhe në fillim, nevojat e sistemit prokurorial janë pra evidente. Nuk po kërkojmë luks, po kërkojmë diçka të arsyeshme, diçka që është e domosdoshme për kryerjen e detyrave tona, autorizimeve tona, në mënyrë që t'i ofrojmë shërbimet për cilat jemi të obliguar t'i kryejmë sipas ligjit, bazuar në autorizimet tona që dalin pra nga legislacioni në fuqi. Prandaj, duke filluar nga ato që i cekët nga infrastruktura, sot kemi kolegë tanë që punojnë në Pallatin e Drejtësisë, sot në këtë ditë të nxehtë, ata kanë temperaturën mbi 30 gradë në zyret e tyre, është lehtë për t'u verifikuar kjo nga kushdo që don me pa. Ndërsa gjatë muajit korrik dhe gusht, atje s'ka kushte fare për të punu, ju e dini që me staf esencial kanë punu edhe vitin e kaluar e vite tjera, pikrisht në mungesë të asaj që cekët pak më larg të kushteve elementare për punë, sepse sot ta kesh një klimë në zyrën tënde ku punon, është nevojë elementare, besoj se nuk është luks. Dhe natyrisht që gjithmonë pra puna tyre po vështirësohet pikrisht në mungesë të këtyre kushteve që po besoj që të njëjtat do të adresohen shpejt dhe do të gjejnë zgjidhje nga ata që kanë për obligim, pra që të na ofrojnë kushte më të mira të punës, sepse dihet që se si shkon e gjithë kjo. Pra, e gjithë kjo lidhet me atë që quhet buxhet, prandaj dhe planifikimi jonë është pikrisht në atë aspekt që të kemi pra kushte më të mira të punës në mënyrë që të ofrojmë shërbime më të mira. Ka dikush që dëshiron të marrë fjalën dhe të diskutojë lidhur me këtë kërkesë buxhetore për planifikimin e buxhetit për vitin 2027. Nëse jo, e vendosim në votim. Kush është për miratimin e kërkesës buxhetore për vitin 2027 dhe vlerësimet e hershme për vitin 2028-2029? Të gjithë janë për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli me 7 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratoi kërkesën buxhetore për vitin 2027 dhe vlerësimet e hershme pra për vitin 2028-2029 dhe ashtu siç përcaktohet me nenin 7 paragrafin e në paragrafin 1.10 dhe nenin 17 paragrafin e i ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, si dhe nenin 36 paragrafin 3 të rregullore 02/2006 për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës, kërkesa buxhetore do t'i dërgohet Kuvendit të Kosovës për miratim.